Dua t'ju pyes diçka që mua më intereson dhe si është e vërteta. Hajde bismillah. A është e lejuar që në 3 ditët e para të këtij muaji Rexhep që kemi hyrë mundemi me agjëru dhe që këto na llogaritin shpërblim sikur të agjëron për ditën e parë sikur ka agjëruar 3 vjet, dita e dytë sikur ka agjëruar 2 vjet dhe dita e tretë sikur ka agjëruar 1 vit. Dhe nëse agjërojmë ditët e tjera llogaritën sa një muaj. Në këtë lloj logjike i bie që muaji Rexhep të jetë më i vlefshëm tek Allahu se muaji Ramazanit. Nëse dita e parë e Rexhepit është për 3 vjet, dita e dytë e Rexhepit për 2 vjet, dita e tretë e Rexhepit për 1 vit dhe të gjitha ditët e tjera që i bie të jenë 26 apo 27 ditë të jenë nga një muaj, i bie që Ramazani të jetë pra të jetë Rexhepi 20 vende bosh pastaj Ramazani. E këtë se ka thënë njëri dhe kjo gjëja nuk ekziston. Për këtë arsye tek shkollarët e hadithit ka një rregull që thotë çdo hadith që përmendet në të vlera dhe mirësia e Rexhepit nuk është i saktë, ose i dobët, ose i shpikur. Ndër këta dhe ky hadith. Sepse kemi rënë dilemë, thotë disa hoxhallarë thonë që është. Po varet tani o vëllezën, jo çdo kush që vesh rrobën e hoxhës, apo çallmën e hoxhës, apo flet si hoxh është hoxh. Ka hoxh e hoxh. Ka hoxh e hoxh. Prandaj kujdes nga e merrni fen tuaj.